Kjo ide e revolucionit, për shembull Cinderella dhe Arbër, duket se ka frymëzuar shumë njerëz. Madje edhe për akte dhune. Cinderella ju keni qenë në Kakome? Ne nuk kemi qenë tek një aksion i ngjashëm që ka ndodhur në Rrioll. Jo. Në të njëjtën formë që është. Gjithë aksionet ndryshojnë. Unë kam marrë një aksion dhe pyetjen e kam pikërisht për këtë. Ju keni qenë aty jo? Ne s'kemi qenë, po ka qenë vetëm për arsye pamundësie, se kemi qenë deri në 4 në shesh. Arbër ke qenë? Jo. Jo, zoti Rakipi, unë nuk kam qenë, po ajo duket që është një akt çlirimi i pronës publike. Nga Më lejoni t'ju pyes. Po. Jeni dakord me pamjet që sapo ndoqim? Tani me sa pas unë aty të paktën njëri nuk është dhunu, ato blokimet, telat me gjemba edhe muret e betonit që ju heqin aksesin qytetarëve nga pronat e zonave të tyre, kjo është një përgjigje e merituar ndaj qeverisë që ja ka bërë pronën e shqiptarëve. Ju e njihni kështu këtë problem? Problemin e Kakomes në veçanti apo të pronave në përgjithësi? Unë mund t'ju them. Problemin që nxora unë. Shiko, unë kam një emision im, është emision investigativo politik. Ju kuptoj. Dhe kur ndryni një gjë, jam shumë i qartë për çfarë po bëj dhe çfarë po them. Cinderella u përpoq të fuste një gjë tjetër. Unë nuk e kam atë në objekt. Kam këtë gjë që thash tani. Ju këto që më thoni mua, jeni sigurt që është kështu? Unë mund t'ju them me bindje se në një shkallë të gjerë në gjithë Republikën e Shqipërisë... Ja, në gjithë Republikën, unë të mora një rast. Po sigurisht për Shqipërinë, dhe të mora dhunëm, në gjithë Republikën e Shqipërisë... Po flasim dhe për fshatin tim po du... Shko, dje unë pash në protest një njeri i cili doli, aty për para dhe tha tani fillë mbaroj kjo tha, dhe ne do filloj me radhë. Nuk e mora sinkronin, gabim këtë të mitit se morën, po dhe jo të regonja dhe ate. Po s'ka rëndësi, ne jemi miqë bashkë, ullëm një kafe, ja u të regoj dhe ate. Po, nëse në lejoni, po. Tani, ti zotri, je dakord me pamjet që ndoqje? Tani unë, si që thash, problemin e Kakomes në veçanti, unë nuk kam qenë dhe më fali, nuk i kam pa dokumentat, si që është pun dokumentat, që se nuk pysni për teknikalitetin. Po jo, se s'ka dhe ku të mbaroj, puna është tani, po. I ke ndikur, si dokumentat ti nuk e di, qështë? Rasti. Po me këtë, je dakord? Po, absolutisht. Me atë që ndodhi? Madje ne kemi bërë thirrje që në çdo hapësirë publike, e cila është e cënuar nga individ privat. Ajo nuk është një hapësirë publike? Kompani private. Unë do ta shpjegoj ty. Nuk është një hapësirë. Unë do ta shpjegoj. Tani, do ta shpjegoj me qartësisht. Dhe ti do të thuash, do të kërkoj unë ndjes nëse nuk është kështu. Por edhe botimet mund të shifnje që nuk është një hapësirë publike. Të gjitha. Tani, pyetja është, a jeni dakord me këtë gjë? Se në kjo se mbaron kjo dhe fillon me radhë të gjitha tjerat, bilet e rojë që përmendët ju, duhet të shkohet në gjykat. Se po bë kështu pastaj, unë nuk e kuptoj. Po kompania që bën punime në Rriolla, nuk duhet të shkojnë në gjykat para se të filloj punimet aty? Por të shkojnë në burg, o zotëri, në qofë se... Jo, atëherë më falni. Të shkojnë në burg, në qofë se ka marë, në qofë se ka rëmbyrë atë, a i duhet të hidhen hekurat. Penalisht. Atere, pa dashur t'ja u tjetërsoj drejtimin e rrjedhës pyetjeve, po unë besoj që këtu më rëndësishme se sa Kakomeja apo Rriollin veçanti, unë besoj që është rëndësishme të themi që në Republikën e Shqipërisë, që nga viti 90, ligjet e pronave janë bërë në një formë të tillë që e ka bërë kadastrin e Shqipërisë, Republika e Shqipërisë sot nuk ka regjistër pronash se ku është e kujt. Dhe përveç kësaj... Dhe pastaj do të dilë shumë vëllati. Po jo, kjo është problemi. Jo, në rregull. Më kuptoni se... Në rregull, më këtë mendim... Po flasim për... Po ndoshta dëmtoni veten në këtë... Jo, dashur, nuk dëmtojmë fare veten. Prona është e drejta më themelore e qytetarëve në demokraci. Nëse këtu kemi njerëz që e kanë pronësinë, zotëri. Po sigurisht e drejta atyre që kanë pronësinë, po ju e dini që është Republika e Shqipërisë nuk ka regjistër pronash saktë sot që flasim. Me fal. Nëse është plazhi është publik akoma, sigurisht plazhi është publik. Dhe me sa di unë aty ka pasi dalje në plazh për gjithë banorët. Komplet, nga 2 krahat dhe plazhi është publik. Pjesa tjetër që është private është e paprekshme. Mund të thuash ti që hajde ne nuk po cënojmë institucione shtetërore se shkelim ligjin, po institucione private ose pronën private e cënojmë se s'ka problem fare të shkelësh ligjin. Nëse kjo është lëvizje tani kundër çdo biznesi privat, se unë atë biznesmenin që ka Kakome nuk është se e njoh, se kam takuar ndonjëherë, se di kush është. Atëherë për balancë biznes privat që ka 20 vjet atje që po kërkon lejen dhe s'po e merr,
Dhe askush nuk e nga smon fare qeveria si e blen për 20 vjetësh. Atëherë, me që ju përmendët ka komen, lejoni Kjo nuk të shkon. them diçka rreth. Mentaliteti është problemi, nuk duhet bërë kjo gjë, se nëse do shkohet në një biznes tjetër do thuhet ky ka marrë tender nga qeveria, hajde biem. Më lejoni atëherë, ju lutem, Duhet të jemi të më qartë lejoni një minutë t'ju them diçka. Atëherë, meqense ju po flisni për Kakomen, hajde të flasim për një rast tjetër që unë e di me Dakor, fare dakor. mirë. Po, Zall do Gjoçaj, të jetë shumë i drejtë. Po më le ta mbaroj të lutem, se tani do të themi edhe diçka atje. Zall Gjoçaj është një vend ku fshatarëve thjesht ju është marrë ujë i pishëm dhe ka shku në hec. Atje nuk rrjedh më lumja, ajo është krim mjedisor. Më kuptoni? Dhe tani fshatarët e shkret kanë shku, kanë fitu deri në gjykatë lart, pasi kanë fitu në gjykatë lart, qeveria Shkatrimi zonave të mbrojtura plus të tjera, të futu sa duash, më këtë drejt. Po pra, aty është një hec privat që ju po thuaj një gjë tjetër. e prallave e legjendave. Po thuaj një gjë tjetër. Kjo është ligjore. Ne kemi edhe Po tani Hoxha, ti si e njeh këtë problem? Unë thash një rast Ja, një tjetër, minutë. unë po them që Dhe kush ka rëndësishme qenë? është e ne gjitha. kemi bazë E ti pse verbore. u bëra pyetjen pse s'keni qenë ju atje? Se atje kanë qenë Hoxha, di gjeti për shkak. Ku të shkojmë më parë o Ylli, se këtu kjo është në gjithë Shqipërinë, 200 kusur vende. Ka diçka në këtë histori, Ylli. Ajo ngjarje Kakomes ishte paralajmëruar prej disa ditësh. Pra, banorët e zonës kishin thënë që ditën e diel ne do shkojmë në Kakome. Historinë e dim të saj, çfarë ka ndodhur. I kemi parë dhe përplasjet, edhe policët, përplasjen me policinë e shtetit të banorëve të zonës për konfliktin që ka 20 e ca vite atje. Kur morën sipërfaqen e tokës për të ndërtuar rezortin, banorët e një vit s'u ngritën kundër atyre që u dha shteti dhe ta përdorin dhe pati përplasje me policinë. Por ka ndodhur vite më parë. Ka patur një kompanie ujë, si pron, po jo, po, fshatarët e një vit Po koni qeverisnanën, kështë e klap medi. Po pra po, ka 20 vite kjo histori, por u ndërpre, pra ne nuk kishim nuk dini se çfarë ndodh atje. Bile mendoj se po ndërtoj, por këto ditë nga revolucioni nuk është vetëm Kakomeja, kanë qenë disa pika të Por e tjera. mora një pikë tani, nuk e mora për ta shtjelluar gjërësisht. Po dhe Rojli, dhe ajo Kakome, dhe tjetra, duhet të bëhen sipas ligjit ore. Patjetër, por një sekond. Në rast se para disa vitesh ka hyrë policia për ta penguar, edhe në Rjoll, hynte policia për të penguar aksesin e banorëve duke pretenduar pronat e tyre, në Kakome para një ditë përpara se të ndodhte ajo ngjarja, hoqën derën. Pra, e pritësi që do ndodhte ngjarja, hoqën derën. Pronarët, hoqën derën. E di si ndodhi. Dhe prap shkuan atje. Një gazetar. Por hoqën derën. Po për këtë pra sepse e dini që do ndodhte kjo gjëja. Dakor, dhe thonë, okay, dera është e hapur, keni akses të shkuar në plazh. Atje dhe i tha, më tha filani, hapeni derën. Po, i kërkoja që mos kishte konflikt, pra. Dakor. Mirë. Dhe duke ditur që do ndodhte, nuk kisha kokër policia atje.